ka atentat më të madh. Nuk ka të keqe më të madhe. Nuk ka dramë më të madhe se sa njeriu ta lej veten e vet pa ndërtu. Nuk ka të keqe më të madhe se sa timonin e jetës tënde ta marri epshi, pasioni dhe vesi jot. Pasha Zotin po. Nuk ka gjë më fisnike. Nuk ka krenari më të madhe. Nuk ka fisnikëri më të madhe. Nuk ka vlerë më të madhe se sa timonin e jetës tënde ta ketë mendja jote dhe mësimet e të madhit Zot. O Zot, ngrehesh shpirti, sepse çdo ditë që jeton, çdo javë që jeton, çdo muaj që jeton, çdo vit që jeton, je me të madhin Zot dhe vetëm progres bën. Kurse e kundërta, hasha lillah, një ves këtej, një epshi keq këtej, një pasion këtej, një turprim këtej, një përulje këtej, një humbje dinjiteti këtej, një mashtrim këtu, një intrig këtu, një xhelozi atje, një smir këtu, një urrejtje këtu dhe u shkatrove. Po pse? Pse se njeh të madhin Zot, pse ta bëjmë këtë? Dakor, nuk njoh Zotin, mendoj se kam përjardhje prej majmunit, do vdes dhe do bëhem, do më hajnë krimba dhe mbaroj, jam dakord me këtë koncepti s'do të bësh dhe je i lirë, çat më thot mendja do bëj dhe shpirti edhe ndjenja. Dakord. Po ti që beson pse kështu? Ne besojmë që i madhi Zot na krijoi. Ne s'kemi rrjedhje nga kafshët. Evolucionin ne nuk e pranojmë. Në të njëjtën kohë, ne këtu nuk bëjmë si filozof, po themi faleminderit Zot që na solli manualin hyjnor dhe na ndërtove si njerëz me parime të shkëlqyeshme dhe të rrezatueshme. Në të njëjtën kohë, ne besojmë fuqishëm dhe nga 6426 ajete, rreth 3000 ajete na flasin neve për botën tjetër që i madhi Zot na pret atje. Atëherë ne nuk na shkon se ne duam të vdesim me la ilahe illallah e t'ja japim shpirtin Zotit edhe pastaj ditën e gjykimit të shkojmë në xhenet.